Nëse përmendim Isën a.s. në salavat, a duhet të thënë Allahumme salli ala Isa, apo veç Allahumme salli ala edhe e ka ndalë pyetjen. Nuk e di çka ke për qëllim me fjalën salavat për Isën. Salavat dërgohet vetëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me atë salavatin, domethënë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid deri në fund. Ky salavati i plot i namazit që lexojmë neve namaz, ky bëhet domethënë vetëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kurse për ata tjerët, për Isën alayhis salam, as për Musën alayhis salam nuk bëhet salavat i tillë. Përveç kur përmenden emrat e këtyre pejgamberëve, për shembull Isa, thuhet alayhis salam. Nuk ka nevojë me thonë sallallahu alaihi wasallam, ose Allahumma salli ala Isa për shembull, siç ka thënë ti. Po themi Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, Ibrahimi a.s. as nuk themi sallallahu alaihi wasallam. Këtë salavatin e gjatë vetëm për Muhammedin a.s. ka transmetim. Pra pejgamber tjerë themi vetëm Isa a.s.